Nata ra ngadalë mbi shtëpinë e Big Brotherit, ishte nga ato net që duken të qeta në pamje të parë, por mbajnë brenda një ngarkesë emocionesh që nuk shuhen me dritat e fikura. Kamerat vazhdonin të regjistronin çdo lëvizje, çdo heshtje, çdo frymëmarrje që dukej më e rëndë se zakonisht. Limi dhe Dolce ushtrinë në të njëjtin shtrat. Ky fakt i vetëm mjaftoi për të ndezur imagjinatën e të gjithëve. Banorët e tjerë e vunë re. Disa hodhen vështrime të shpejta. Disa buzëqeshën me domethënie. Disa heshtën, sepse heshtja shpesh flet më shumë se komentet. Publiku jashtë shtëpisë u bë një trup i vetëm pyetës, a ndodhi diçka mbrëm? Apo jo? Në dhomë mbretëronte qetësia. Drita ishte e zbedh. Avulli i dushit të mëparshëm ende dukej sikur qëndronte pezull në ajër. Dy trupa pranë njëri tjetrit, dy mendje zgjuar, dy zemra që rrinin ndryshe nga zakonisht. Dolce qëndronte shtrirë në krah, me sytë hapur. Mendimet i vinin e iknin. Ajo ishte e vetëdijshme për çdo centimetër afërsie, për çdo lëvizje të vogël. Jo nga frika, por nga vetëdia se çdo gjë në atë shtëpi merrte kuptim më të madh se vetja. Limi ishte po aq i heshtur. Jo sepse nuk kishte ndjenja, por sepse e kuptonte peshën e momentit. Afërsia e tyre kishte ardhur gradualisht, shikime, biseda të gjata, të qeshura në orë të vona. Mbështetje në momente tensioni. Tani, gjithçka ishte përqendruar në këtë natë, ata flinin bashkë, por çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Për disa, ishte thjesht vazhdim logjik i afrimit të tyre. Për të tjerë, ishte provë se diçka më shumë kishte ndodhur. Por e vërteta në atë shtëpi rrallë është bardhë e zi. Limi u kthye lehtë nga ana e saj. Dolce ndjeu lëvizjen. Asnjëri nuk foli. Heshtja ishte e mbushur, jo bosh. Ishte ajo heshtje që lind kur dy njerëz e dinë se janë në një moment të rëndësishëm, por nuk kanë nevojë ta shpjegojnë. A ndodhi akti? Askush nuk e pa, askush nuk e dëgjoi, dhe ndoshta kjo ishte përgjigjja, sepse ndonjëherë ajo që pritet nga një çift nuk është ajo që ndodh vërtet. Ndonjëherë afrimi është më shumë emocional se sa fizik. Ndonjëherë të flesh pranë dikujt, të ndash hapësirën, frymëmarrjen, qetësinë është më intime se çdo gjë tjetër. Në mëngjes, zgjimi ishte i qetë. Pa skena. Pa shpjegime. Vetëm shikime të shkurtra, një buzëqeshje e lehtë, një normalitet që për publikun dukej gjithçka përveç normal. Banorët filluan të flisnin. A mendon se ndodhi? Janë çift, çfarë pritej? Unë mendoj se jo. Por Limi dhe Dolce nuk than asgjë, dhe kjo heshtje u bë edhe më e fortë se çdo deklaratë, sepse në Big Brother, pritshmëritë e publikut shpesh ndërtojnë histori që vetë banorët nuk i kanë jetuar. Çifti nuk është detyrim për të provuar asgjë. Afrimi nuk është kontratë. Dhe ndarja e një shtrati nuk është gjithmonë përgjigje për gjithçka. Limi e dinte që çdo gest i tij do të analizohej. Dolce po ashtu. Por ata zgjodhen të mos ushqenin as thashethemin, as sensacionin. Zgjodhen të mbajnë diçka vetëm për vete, qoftë edhe vetëm paqartësinë, dhe ndoshta kjo është ajo që e bën historinë e tyre interesante. Jo ajo që ndodhi apo nuk ndodhi, por fakti që nuk gjithçka duhet të dihet. Publiku do të vazhdojë të pyesë. Spekulimet do të vazhdojnë. Por Limi dhe Dolce do të vazhdojnë lojën e tyre, lidhjen e tyre, ritmin e tyre, sepse ndonjëherë më e fortë se çdo akt është pritja, më e fortë se çdo përgjigje është dyshimi, dhe më e fortë se çdo skenë është ajo që mbetet e pathënë. Dhe kështu, nata mbeti natë, shtrati mbeti shtrat, dhe pyetja mbeti pezull, a ndodhi? Apo jo, ndoshta vetëm ata e dinë, dhe ndoshta, kështu duhet të mbetet.